Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 12 janar të 2026, duket se kjo ditë pikërisht data 12. Duket se është një ditë pak e vështirë në plan parë, por ndikuese, sepse dielli në Bricjap që takohet me një kënd në 4 këndësh me ndikimin në shenjën e dashit, duke na bërë disi pak më të lodhshëm, por mund të them se gjërat do të ndryshojnë dhe mund të kenë gjëra që kanë ndodhur në të shkuarën, por megjithatë kjo na ndikon shumë në një të kaluar dhe ndikohen shumë shenja si që janë Dashi, Gaforia, Bricjapi, Peshorja, të ditëshit të tretë dhe konkretisht ata që kanë diellin ose ascendenten në këto shenja. Mirë është, duhet jenë të kujdesshme sepse kjo lidhet shumë në lidhje me punë, lidhje me anën e psikologjisë, sepse duke pasur parasysh